Kandidati i Partisë Demokratike në Fier, Fation Semanjaku, u shoqërua dje në mbrëmje në polici. Ai ka kundërshtuar policët bashkiak që po hiqnin një stend elektorale të tij në qendër të qytetit. Partia Demokratike ka cilësuar këtë një ndalim politik, ndërsa në komisariat shkoi edhe drejtuesi politik i PD-s në Fier, Gazmend Bardhi. Në deklaratën për gazetarët, Bardhi e ka quajtur shoqërimin e Semanjakut në polici akt të paprecedent me urdhër politik të Belinda Ballukut dhe policin bandit që duan të intimidojnë opozitën. Ky akt i paprecedent i policisë së shtetit është qartazi dhe mirëfilltazi një pengim i kandidatëve dhe subjekteve zgjedhore për të bërë të qetë fushatën në mënyrën dhe formën e tyre. Kandidati Semanjaku është penguar fillimisht nga bandit me uniform të korruptuarit në kryet bashkisë Fierit Armando Subashi, që të ushtroi veprimtarinë e tij elektorale përmes stendave, që janë forma më demokratike në gjithë botën e komunikimit me qytetarët. Më pas, përmes një urdhri të palishëm dhe një ndërhyrje të palishme nga policia e shtetit, është urdhëruar shoqërimi me dhunë në drejtorinë e policisë së Fierit të kandidatit për deputet të partisë më të madhe të opozitës, duke synuar intimidimin e tij dhe pengimin për të ushtruar të drejtën e tij për të bërë fushat sipas formave që i zgjedh secili kandidat. Ky akt përbën një tejkalim të pashëmbullt të ndarjes mes shtetit dhe partisë. Ka vetëm një qëllim: të intimidojë kandidatët e opozitës në javën e fundit dhe vendimtare të zgjedhjeve të 11 majit. Policia e Fierit në një deklaratë për mediat sqaron se efektivët bashkiak kanë qenë duke hequr stendën e vendosur dje në qendër të Fierit, pasi ka qenë në shkelje të ligjit elektoral. Rreth orës 18:50 drejtori i policisë bashkiake ka njoftuar te salla operative e DVP Fier se një subjekt politik ka vendosur poster në qendër të qytetit në kundërshtim me ligjin dhe po kundërshton forcat e policisë bashkiake për heqjen e këtij posteri. Pas njoftimit të marrë, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit kanë shoqëruar personin që po kundërshtonte policinë bashkiake, kandidatin për deputet të Partisë Demokratike, shtetasin FS, i cili është lënë i lirë menjëherë, njoftoi policia e Fierit.